ardhin dhe për diskutimin që na ofrove. Unë faktikisht kisha dëshirë të falenderoj aty për një sër gjërash të mëdha, por nuk di se për çfarë të falenderoj më parë. Por me që Marieta e preku pak problemin e përmbytjeve dhe unë jam pak a shumë në të njëjtën sektor ose në të njëjtën fushë, siç merret familja e Marietës, në njëjtën gjë merret dhe familja ime, po jo në fushën e Torovicës, por në fushën e Lushnjës. Spari unë ty duhet falenderoj që në vitin 1992 ti i dhe mundësin familjes time, si shumë familje tjera, që të ndërtonin jetën e tyre në kryeqytetin shqiptar, sepse ato vinin nga një kalvari gjatë vuajtjesh, burgjesh dhe internimesh. Duke qenë se ti more drejtimin e vendit, shumë familje shqiptare patën mundësin dhe patën fatin që të ndërtojnë një jetë këtu, dhe sot ne fëmijët e tyre kemi gëzimin më të madh që jemi shkolluar dhe jetojmë këtë vend, sepse ndoshta për ne do ishte e pamundur që ne të arrinim këtë situatë. Falënderimi i dytë është që ti gjatë nisjes qeverisjes tënde shumë djem të shumë familjeve pinjolle të demokracisë shqiptare i strukturove, i emrove, i shkollove dhe i pozicionove në strukturat përgjithshme. Unë për këto djem sot kam një thirrje. Kudo që janë mbar botën, në Amerikë, në Gjermani, në Europë, në Shqipëri, unë kërkoj ndihmë dhe kërkoj që ato të na bashkangjiten sot. Kjo mbështetje nuk është për Sali Berishën, kjo mbështetje është për Shqipërinë, sepse Shqipëria sot ndodhet në një moment shumë drastik. Jo vetëm atyre, por shumë njerëzve të ndershëm, shumë djemve të ri, shumë vajzave, shumë socialistëve të shgënjur, shumë nënpunësve civil, shumë njerëzve që punojnë në administratën shtetërore, që janë sot e shikojnë me sy dhe e shikojnë drejt t'i bashkohen sot Sali Berishës dhe t'i bashkohen Partisë Demokratike Shqiptare për zgjidhjen e situatës dhe për dhënien fund një herë për gjithmonë të kësaj situate. E dyta, për pjesën e përmbytjeve, doktor, kjo është një problem shumë i madh. Shqipëria është totalisht këtë muaj ka qenë nën ujë. Dhe kjo ka ardhur si shkak e një politike që bashkit që drejtohen nga sistemi i rilindje ose nga sekti i rilindje nuk punojnë, doktor. Vjedhin fondet. Absolutisht. Bordet e kullimit në të 12 qarqet janë inekzistente. Kryetarët e bordeve vjedhin litrot e naftës të eskavatorëve. Eskavatorët, doktor, përdoren për gropa pallatesh dhe gropa hotelesh. Përdoren për punë personale të socialistëve dhe të njerëzve që bëjnë vota me krimin e organizuar. Kjo është një politik, shfarosja e bujqësisë është politike mirëfillt e tyre. Jo vetëm hapja e rrugës nga fushat e Shumadis dhe Open Ballkani i tyre, nuk është një rasti, doktor. Ato duan ta shkatrojnë bujqësinë. Fermerët dhe blegtorët shqiptar janë në një pozicion shumë të vështirë. Asnjë lloj mbështetje ndaj tyre, doktor. Ja u përvetsojnë fondet, Agjencinë për zhvillim bujqësor rural e ke formuar ti o Sali Berisha. Ti dhe Shqipërisë i dhe qindra miliona rënj ulli, i dhe qindra miliona lek kesh fermerëve për vaditje, për mbjellje, për kultura, i dhe lek kryetarëve të komunave dhe ju dhe urdhër ju the shpërndaja uni fermerëve. Shtrove çdo kilometër rrugë në përfshatra. Hape rrugën Levan te Belen, hape rrugën Milot Kukës. Pse i harrojmë këto shqiptarët? Kurse sot, fondet e AZBR-s o doktor Berisha i përvetsojnë njerëz me pushtet. I përvetsojnë familje që kanë lidhje me krimin organizuar, njerëz që nuk kanë lidhje me fermat. Përfitojnë traktor, përfitojnë fonde qindra miliona, 92 milion euro i zhduku Frida Krivca. Ku i ka? Ku janë? Aty janë, po i ndërtojnë. Në mes Tiranës po i ndërtojnë. Doktor Berisha, ti i ke dhënë provat për Shqipërinë. Ti je një burr zotëri dhe unë kam fatin e madh në jetën time që të kam dëgjuar ty. Unë frymëzimin më të madh i ma ke dhënë moshën 6-7 vjeçare. Unë kisha dëshirë, doktor Berisha, që të shikoja televizor. Jam rritur në Laprak, thash. Kam ardhur 1 vjeç nga kampi i internimit. Por gjyshi im dhe babai im dëgjonin lajmet me shumë furi, me shumë entuziazëm, sepse ishte një situatë shumë e vështirë. Ndërsa ti si Luane, si Vigan, i Turesh e Gamozruqit,
Skënder Gjenushit, Spartak Braoshet, gjithë kriminalëve të komunizmit. Ti je një burr shteta Sali Berisha. Dhe unë kur sa t'jem gjallë, kur nuk do ta ndal frymëzimin për ty. Unë falenderoj shumë. Deri në fund jetës time unë do jem mbështetës jot. Shumë njerëz ma presin rrugën dhe më thonë, akoma me atë ti? Po, mor, po. Akoma me këtë, sepse ky është një njeri që është i vetmi njeri që mund t'i dali përballë kësaj klike, këtyre kriminalëve që po i pin gjakun shqiptarëve. Nuk ja kam besën dhe nuk ja kam besimin dhe shpresën askuj më shumë se sa ti. Të dua shumë, Sali Berisha, të dua më shumë se babajin tim. Shumë faleminderit. Falem